Shqipëria vendi me bukurim magjepsëse, histori të pasur dhe potenciale të paktën. Por disa nga thesaret e saj mbeten ende të shehura. Projekti Hospitality Albania i korporatës investimeve shqiptare po i zhvillon këto rezidenca në destinacione të reja turistike dhe të mikpritjes shqiptare. Përmes partneriteteve publike e private ne po krijojmë një model të ri zhvillimi, ku trashëgimia takon inovacionin, ku zhvillimi e modernizimit takon qëndrueshmërinë. Nuk është thjesht një investim, është një revolucion në turizmin shqiptar, një hap përpara për të forcuar pozitën e Shqipërisë në hartën globale të destinacioneve premium. Vizionar të arkitekturës me dashuri të veçantë ndaj turizmit dhe trashëgimisë, ju presim që bashkë ndër të ndarmen. Hospitality Albania, aty ku bukuritë e rralla dhe historia shkrihen me potencialin ende për të nxjerrur. Zonja dhe zotrinj, në hapje të këtij event të rikonceptimi rezidencave qeveritare në struktura akomodimi elitare, Vila Velipoj dhe Vila Vlorë, Hospitality Albania, ftojmë për fjalën e saj të mirëseardhjes drejtoren ekzekutive të Korporatës së Investimeve Shqiptare, zonjën Elira Kokona. Të nderuar, sot, nëpërmjet përzgjedhjes së studios fituese, si dhe skuadrës e cila do t'jetë në gjendje të realizojë projektin e arkitekturor të rikonceptimit dhe rijetëzimit të vilës në Vlorë dhe të vilës së Velipojës, si struktura akomoduese elitare, shënojmë një hap të rëndësishëm jo vetëm për AIC-n, por dhe për zhvillimin ekonomik dhe turistik të vendit. Si një aktorët kryesor të promovimit dhe investimeve strategjike, AIC është një forcë lëvizëse në transformimin e aseteve kombëtare në burime të qëndrueshme të rritjes. Projekti Hospitality Albania është një tjetër provë e këtij përkushtimi, ku ne nuk riaktivizojmë thjesht asetet të nënshfrytzuara, por krijojmë vlera të qëndrueshme të përhershme për ekonominë dhe turizmin shqiptar. Ky projekt synon ripërdorimin dhe modernizimin e rezidencave qeveritare, të cilat aktualisht janë struktura të amortizuara me përdorim sporadik dhe kërkesa të larta për mirëmbajtje, duke kthyer ato në destinacione ekskluzive dhe tërheqëse për turizmin elitar dhe pritjen e personaliteteve të rëndësishme. Godina të tjera qeveritare, si ato në Gjirokastër, Kukës apo qytete të tjera, do të jenë gjithashtu pjesë e këtij projekti investimi në muajt në vijim. Nisma jon synon të çlirojë dhe të maksimalizojë potencialet e aseteve të veçanta, duke integruar në tregun fitimprurës global të turizmit, një sektor kyç për të ardhmen e zhvillimit të Shqipërisë. Projekti Hospitality Albania, ashtu si dhe projektet e tjera të zhvillimit të pronave publike, të realizuar nga Korporata e Investimeve Shqiptare, luan një rol të rëndësishëm në rigjallërimin ekonomik dhe turistik të këtyre zonave, duke i kthyer ato prona të nënshfrytzuar në qendra tërheqëse, që reflektojnë harmoninë midis inovacionit dhe peizazhit unik natyror. Hospitality Albania realizohet nëpërmjet një modeli partneriteti, ku korporata ka rolin e ndërmjetësuesit midis institucionit publik që ka interes të zhvillojë asetet e tij dhe të përfitojë godinat të standardeve bashkëkohore, dhe partnerit privat që posedon burime financiare, njerëzore dhe ekzekutive në aktivitetin e menaxhimit të strukturave hoteliere dhe ka interes në realizimin e këtij projekti investimi. Turizmi elitar nuk është thjesht një treg, por një levë për të tërhequr investime cilësore, për të promovuar Shqipërinë si destinacion premium dhe për të forcuar pozicionin tonë në hartën globale të mirëpritjes. Ky event sot merr një peshë të veçantë pasi zhvillohet në vigjilje të Bread and Heart Festival, Bring Some Salt Please, një event madhor i mirëpritur në Shqipëri në transformimit urban, ku filozofia dhe kapacitetet e ekselencave botërore në arkitekturë, inxhinieri e artë po japin qyteteve tona një vlerë unikale në ndërtimin dhe udhëheqjen e Agjencisë së Zhvillimit të Territorit, Agjencisë Kombëtare të Planifikimit të Territorit dhe Këshillit Kombëtar të Territorit dhe Ujit të drejtuar nga kryeministri. Por sot është radha e Vlorës dhe Velipojës, e Shkodrës, për të prekur magjinë e punës së skuadrave të arkitektëve pjesëmarrës, punë të cilën së bashku me kryetarët e bashkive dhe të këtyre qyteteve, si dhe sipërmarrësit e skuadrave dhe zhvilluesit e skuadrave fituese, do të mund t'i bëjmë realitet.
Falenderoj skuadrët garuese të cilat besuan në këtë garë. Garë e cila, me vlerësimin e çmuar të jurisë ndërkombëtare të përbërë nga ekspertë të fushës dhe nga kolegë të dashur, me prezencën e ministres Kumbaro dhe mbështetjen e pakursyre të kryeministrit Rama, është tashmë një eksperiencë unike. Në mbyllje, dua t'ju siguroj që AIC do të vazhdojë të garantojë transparencë dhe profesionalizëm në çdo hap e çdo punë të saj. Siç mund të shihet në prezantimet në ekran, në faqen e korporatës mund të gjeni hartën e projekteve tona, të cilat pasqyrojnë jo vetëm vendin gjeografik, por dhe të dhënat e nevojshme për çdo vlerësim fizibiliteti dhe analizë përfitueshmërie që investitori do duhet të bëjë për të eksploruar mundësinë e biznesit në Shqipëri. Garat, në virim dhe ato të planifikuara për të ardhmen janë gjithashtu informacion që ndihmojnë në planifikimin e bashkëpunimit tuaj me AIC-n. Një falënderim i veçantë shkon për stafin e AIC-s, që me ritëm, përkushtim dhe profesionalizëm po bën realitet një Shqipëri pa burokraci, ku mundësia e biznesit, korrektësia në punë dhe eficienca jonë janë realitete të prekshme nga kushdo. Por sot jemi edhe për turizmin dhe sidomos për infrastrukturat turistike në Shqipërinë dhe gjithas shqisave. Ndaj ftoj zonjën Mirela Kumbare, Ministre e Turizmit dhe Mjedisit, për fjalën e rastit. Ju falenderoj për vëmendjen dhe suksese garuesve. Mirë se erdhët, aq më tepër në një ndërtesë të artit dhe të kulturës. Në vitin 2014, atëherë në një tjetër detyrë, bashkë me kryeministrin Edi Rama, i dham një vëmendje të veçantë atyre që i quajtëm vendet e kujtesës. Duke filluar nga dokumentat, ku në vitin 2016 hapëm gjithë dosjet e periudhës së diktaturës për të prodhuar një tjetër qasje në raport me kujtesën, me historinë tonë 50 vjeçare të diktaturës, hapëm shumë nga vendet që jo vetëm ishin misterioze të frikshme për 50 vjetë, por mbetën të mbyllura dhe për 25 vite mbrapa mbasi diktatura ra. Kam këtu parasysh Bunkart, të dyja, që sot janë nga destinacionet më të preferuara në Tiranë, shtëpia me gjethe, që është prap një ndër patentat apo pasaportat më të rëndësishme të kujtesës historike, po dhe të turizmit historik po aq. Janë vende që flasin dhe që dëshmojnë nga njëherë më mirë se sa subjektivizmi i dëshmitarve ende të gjallë. Nuk e kemi nga ana tjetër luksi në këtë Shqipërinë e vogël të mbajmë të mbyllura apo të mbajmë në rënoja apo aq më keq të mbajmë bosh dhe të papërdorura vende të cilët na i la trashëgim ajo periudhë e hidhur e historisë sonë. Nuk është zgjuarsi ta mohosh ato që të ka ndodhur, po dish ta përballësh dhe të dish ta rikthesh në vlerë vende të cilat janë sot vende arti dhe vende kujtese, vende dokumentimi dhe një kujtese dhe edukimi njëkohësisht, siç ishin objektet që përmenda pak më parë, vende kujtese dhe vende mikpritje gjithashtu. Por edhe vende që gjenerojnë ekonomi te ku tjetër në atë që është sot që po ndërtojmë industria më e gjallë, më interesante dhe padyshim me suksesshmja në rrugën për zhvillim, industria e turizmit, ose ndryshe, industria e mikpritjes. Vila 31 me Fondacionin Art Explora, Vila 30, njëkohësisht muze dhe vend mikpritje, janë sot stacione turistike në Tiranë, por edhe mënyra më e mirë për t'i folur, dhe këtu e dua ta theksoj, për t'i folur një brezi që diktatura ju duket gjithmonë e më e largët, por që na duhet ta përkthejmë sot për të mos ta haruar në kodet e komunikimit të brezit të ri dhe të brezave që do vinë, por gjithashtu për t'i folur me një kartë vizit ndryshe dhe shumë vizitorëve tuaj që vetëm në vitin që shkoi arritën numrin 12 milion vizitor. Ndërkohë që në 4 muajt e parë të këtij viti janë 7% më shumë se sa e njëjta periudhë e vitit kaluar. Është një mënyrë për të komunikuar, por është gjithashtu edhe një mënyrë për të zhvilluar dhe për të gjeneruar ekonomi. Në këtë kuptim, duam të prezantojmë dhe të rihetësojmë Shqipërinë që ishte, Shqipërinë që është, por sidomos Shqipërinë që po bëhet. Prandaj
Shumë faleminderit dhe dua të përgëzoj një bashkëpunim shumë të frutshëm të agjencive tona të rëndësishme zhvillimit, përgëzoj Korporatën Shqiptare për Investime dhe AKPT-n për organizimin e këtyre konkurseve dhe Agjencinë e Zhvillimit të Territorit, të cilët praktikisht konkurset nuk I kanë thjesht evente një herë në kaq kohë, por janë kthyer në punën tuaj të përditshme, punë që gjeneron projekte, por që gjeneron edhe një vorbull energjie krijuese. Sepse fal këtyre konkurse, jo vetëm tërheqim dijen dhe ekspertizën në të mirë të arkitekturës, por edhe nxitim praktikisht energjinë kreative brenda vendit në ruajtjen e trashëgimisë përmes koncepteve të reja të menaxhimit, të aseteve publike. Sot kemi Vlorën dhe Velipojën, me ato që ne quajmë shtëpitë e pritjes, por po të futemi pak në histori, është pikërisht copza dëshmie të atij gjysmë shekulli izolimi që sot dalin dritë, fal këtyre aktiviteteve, fal kësaj energjie. Dhe padyshim, siç e përmendi pak më parë zonja Kokona, do të vijojnë edhe me objekte të tjera. Mezi pres që në fakt I zbuloj ato që do të kemi sot në konkursin e sotëm, mezi pres të bëhet konkursi për të njëjtin objekt në Gjirokastër, nuk e fshes subjektivizmin tim tashmë të njohur publikisht, sepse si pjesë e këtij zinxhiri dhe mikpritja hospitality në Shqipëri, in Albania, ka krijuar një koncept të ri për gjithë, Albanity. Dhe Bukë e Krip e Zemër, siç është dhe emri, në fakt Bukë e Krip është emri I festivalit që ju, Adelina edhe Ada do të bëni këtë fundjavë, unë do t'i shtoja dhe zemrën, Bukë e Krip e Zemër, mirë se keni ardhur. Faleminderit. Zonja dhe Zotrinë, në vijim, ftojmë për fjalën e tij përshëndetse Kryeministrin e Shqipërisë, Zotin Edi Rama. Mirëdita të gjithëve dhe shumë shkurt, sepse më e rëndësishme sa çdo njëra nga fjalët tona këtu është gara e sotme, në cilën përsëri janë përfshirë një grup arkitektësh shumë të mirë dhe me eksperiencë dhe prestigj ndërkombëtar. Sot ne hapim një tjetër nga kapitujt e punës të Korporatës Shqiptare të Investimeve, kapitulli I cili ka të bëjë me rrjetin e rezidencave të dikushme qeveritare, të cilat prej shumë kohësh kanë mbetur në një limbo si rezultat I mos përdorimit të tyre për shkak të humbjes funksionit faktikisht. Dhe eksperienca e dy rezidencave këtu në Tiranë, që tani më janë transformuar njëra në një shtëpi pritjeje të shtetit shqiptar për personalitete të fushave të ndryshme dhe tjetra në një qendër për artistë të rinj nga e gjithë bota, në bashkëpunim me fondacionin e njohur francez Art Explora, na kanë treguar që kjo është rruga për t'i kthyer këto asete në funksione me interes publik dhe nga ana tjetër për t'i rihetëzuar duke e futur shtetin si partner dhe duke I dhënë mundësi sipërmarrjes që I transformojë në burim të ardhurash. Dhe ky është rasti I dy projekteve për cilat bëhet konkursi I sotëm. Njëri për vilën e udhëheqësit dhe diktatorit shqiptar
në Vlorë dhe tjetri për një tjetër rezidencë qeveritare në zonën e Velipojës. Është një rrugë e re që ne po i shkelim, besoj unë, me sukses, por mbi të gjitha ku po praktikisht shikojmë potencialin e madh që ka vënia në shfrytëzim e aseteve shtetërore për ta përfshirë publikun përmes shtetit si një palë interesuar, duke ndryshuar praktikisht hap pas hapi dhe formulat e ndërveprimit me privatin, të cilat deri dje kanë qenë shumë bazike, shumë të drejtë për drejta dhe e kanë privuar shtetin nga shumë kapacitete për të krijuar të ardhura. Kështu që duke i bashkuar këto interesa dhe duke vënë shtetin në rolin e një pronari të zakonshëm, si palë në sipërmarrje, ne po zhvillojmë një infrastrukturë të re faktikisht financiare për shtetin, duke u bazuar tek modelet më të mira në Europë, që janë modelet si motrave të agjencisë të korporatës shqiptare të investimeve, dhe që në Itali apo në Spanjë zotrojnë asete dhe marrin të ardhura jashtëzakonisht mbreslënse, të cilat vijnë në dispozicion të interesit publik për të investuar në infrastrukturë publike dhe për të përfshirë kapacitetet shtetërore në rritjen e ekonomisë, por edhe në përfitimin nga kjo rritje. Kështu që me kënaqësinë dhe me falënderimin për të gjitha studiot që janë përfshirë në këtë konkurs, duke qenë i bindur që konkursi do të jetë një tjetër vlerësuar dhe në një aspekt tjetër, që është rritja e mëtejshme e koleksionit të kontributeve nga arkitekt ndër më të mirët sot në Europë edhe në botë, si dhe duke falendëruar edhe antarët e jurisë që kanë ardhur nga jashtë për të na asistuar në të vendimarrje. Ju uroj të gjithë pjesëmarrësve sukses. Zonja dhe zotrinj, fillojmë tani me prezantimin e projektit ideve për i konceptimin e rezidencave qeveritare në struktura akomodimi elitar, Villa Velipoj, Hospitality Albania, 3 finalistët e fazës së 2 të konkursit ndërkombëtar për projektit e. Do të ndjekim 3 prezantimet e para, secili nga 20 minuta, dhe pas çdo paraqitje, konkurrentët do të zhvillojnë për 10 minuta një bashkëbisedim pyetje-përgjigje me jurinë ndërkombëtare. Ftojmë në skenë për prezantimin e parë, skuadrën Soleil & Sea SHPK, Farfron & Rojas, Produktora, Hera Marte SHPK, Claudio Ruci, Ervin Paci dhe Akor. Dear Prime Minister, dear members of the jury, dear guests and visitors, I'm very happy to be able to present our project for the Villa Velipoja as representing our team here. My name is Marc Frohn from the practice Farfron Rojas. And I would like to start by introducing our team, consisting of the architectural practices Farfron Rojas, based in Berlin and Santiago de Chile, Productora, based in Mexico City and New York, as well as our local architects of Hera Marte,
and we're supported by Erwin Pacin, Claudio Rucci, and our investor of Soleil NC. And our team combines and brings together an extensive international experience as it comes to hospitality design and hotel design. Dhe të gjithë konceptimin, të gjithë ne kemi një informacion të plot të gjithë kontekstit lokal vendas, bashkë me partnerin ton shqiptar era pa. Të duhet të filloja Unique site of Velipoje and its proximity që është një vend me fakt different places, I do think shape në fakt its potential as a site of tourism. There's obviously its relationship to the Mediterranean, right? këtu në jug, po kështu dhe lidhja me A center of qendër northern Albania. të veriut të Shqipërisë. Under the same name, Lake Oder, which happens to be kind of a popular location for Është një vend There is the Alpine unitetin e atyre që merren me zogjt, kemi një panoramë alpine në qytetin e Thethit dhe një liçen gati të natyrës së fjordeve në liçenin e Komanit. Bashkarisht të gjitha këto asete, duke qenë të gjitha cilësitë kulturore, nacion i cili mund të përdoret gjithë, pra jetë kultura, aktivitetet sportive, aktivitete nga më të ndryshme turistike. Pra, është shumë e rëndësishme të dimë se cili është potenciali i këtij destinacioni turistik. Po kështu, po të futemi pak më thellë, siç mund ta shikoni këtu të shenjuar me të kuqe, është pikërisht vendodhja jonë. Këtu jemi të vendosur në ngjitur me deltën e lumit Bunës, që do të thotë që ky lum futet pra në mesdhe dhe është një nga pikat më interesante dhe më të mëdha dhe në të njëkohë dhe më delikate në rajonin tonë të ekosistemit. Kemi parë disa harta, por këtu shikoni bukurinë natyrore të këtij vendi. Ky është potenciali i këtij vendi dhe kuptohet ndjehet nevoja e një panorame më të madhe, më të përgjithshme për të kujdesur për të gjithë ekosistemin. Është një fakt pikë shumë e mirë për të nisur punën, për të zhvilluar arkitekturën në lidhje me të gjithë mjedisin dhe me të gjitha përpjekjet e prezervatit natyror. Këtu po flasim fakt për turizmin, po flasim për ta vizituar këtë zonë, por ka edhe individ të tjerë të cilët që janë edhe njerëz, po nuk janë dhe njerëz në këtë. Pra kemi një specie të rrezikuara, qëllimi është t'i mbrojmë këto specie të rrezikuara. Ka një cilësi të jashtëzakonshme dhe mundësi të jashtëzakonshme për t'i shndruar të gjitha këto në një eksperiencë e cila të jetë e prekshme nga të gjithë neve, nga të gjithë turistët. Disa janë rreth rrotull liçenit Shkodër, disa janë në pjesën jugore dhe në zonën tonë specifike dhe në lumin e Bunës janë pikërisht ato që shikoni në këtë fotografi ose në këto fotografi. Këta janë vizitorët, janë një gamë e gjerë, janë një numër i madh zogj shtektar në momente të ndryshme të vitit. Vinë dhe largohen dhe gjatë muajve të ndryshëm dhe sezoneve të ndryshme, stinëve të ndryshme, krijohet një mrekulli, një variacion zogj shtektar dhe cilët kuptohet ja vlen të udhëtosh, të vizitosh këtë zonë në çdo stinë të vitit. Pra, këtu jemi. Kjo është zona për të cilën flasim, është si thua pika hyrëse, është porta, nëse ta quajmë në mënyrë figurative, tek delta, tek laguna, të cilat rrethojnë të gjithë këtë lum i cili derdhet pastaj në det. Ajo që ofron është një potencial për të qenë katalizator
për një përvojë mjedisore, por dhe për mbrojtjen e mjedisit në mënyrë të tillë që të kthehet një agent të mbrojtjes së bashkëekzistencës të pjesës së turizmit dhe të specieve të florës dhe faunës që janë banor të kësaj zone. Por kjo formë bashkëjetese për cilën e flasim është një realitet. Pra jemi në këto zona ku jemi në deltën e lumit, e cila në disa mënyra mund të jetë edhe e prirur për përmbytje. Sigurisht, përmbytjet nuk ndodhin gjithkohës, por her pas here. Këto janë shenjat dhe zonat me të kuqe, që i kemi shërnjuar me të kuqe, pra që na ndikojnë dhe që mendojmë që në arkitekturën tonë duhet ta reflektojmë këtë realitet. Ka disa precedente të arkitekturës. Për shembull në Illinois, shikoni këtë shembull që ka të bëjë pikërisht me këtë lloj ndërtimi, ku është ndërtuar me një lloj ngritje të vogël, me një gjest arkitektonik, ka një qasje arkitektonike në lidhje me këtë pjesë të lumit. Por apo ta shikojmë nga një lloj arkitekture e cila bashkëpunon me mjedisin në vend që të jetë kundër këtij mjedisi. Duke i parë të gjitha këto element, të gjithë të kontekst që ju parashtrova, është e rëndësishme që të përcaktojmë një situatë arkitektonike për të jetuar në lidhje me natyrën, duke krijuar një zonë të rezervuarit të themi, me dy strategji bazë, një që sapo ja u shpjegova, pra me një lloj relevimi, me një lloj ngritjeje, të lehtë, delikate, duke prekur pak zonën, duke punuar me tipologjinë e vilës, me atë që ka tashmë vila, me një mur të rrethuar të oborit. Kemi bërë një analizë të kujdesshme të ndërtesës ekzistuese për të parë nga këndvështrimi ynë sa do të kishte kuptim për ta përdorur një pjesë të kësaj ndërtese. Neve i pam të dy variante dhe arritëm në konkluzionin që nga ndërtimi masiv që do të kërkonte kjo ndërtesë, ndryshimet do të ishin shumë të forta në mënyrë figurative për të qenë pjesë e përfitimit nga ky projekt. Këtu shikoni një përshtypje të parë të gjithë kësaj pjese të rrethuar për rrotull vilës, cilësia që shikoni, pra kemi një lloj relevimi të shtresës, kemi një pishin të themi natyrale, kemi pemë frutore, bim dhe kemi një stimulim të gjitha shqisave, të gjithë individëve që do ta vizitojnë këtë qendër. Aspekti i dytë i strategjisë tonë arkitektonike është ajo që ne e quajmë një zonë të betonuar, e cila sapo hyn në këtë zonë, në këtë pyll, dhe pjesën e lagunës, pra në njërin anë kemi rrugën e cila lidhet me velipojën dhe e kemi futur një zonë mbrojtëse që është edhe mbështetëse dhe në të njëjtën kohë e ndan këtë zonë nga rruga. Kjo është zona ku hym për të kuptuar pikërisht kjo është pjesa që është beton, por ka edhe xham, është një fasadë xhami që e bën disi të mistershme. Pra kemi një reflektim të ditës, të pemëve, kurse natën e bën pak më mistike gjithë këtë zonë, duke lejuar ose duke bërë të mundur një hyrje në fakt pak dramatike të themi, duke pasur një lidhje vizive me këtë mur të mbyllur të rrethuar. Elementi i fundit që ne shohim dhe që është shumë e rëndësishëm në këtë pikë është pikërisht kjo shenja që është gërma praktikit dhe një homazh arkitektonik i vetë rrugës. Aspekti i tretë i kësaj strategjie është futja e 3 elementeve shtesë. Do të jetë një kull për të parë zogjt, ajo që fola pak më përpara sepse është një nga elementët e rëndësishëm që ka kjo zonë, që mbart ajo, është një qendër që do të jetë në formë trekëndshi, që do të jetë një zonë që do të jetë për salla konferencash dhe bare, dhe kjo pjesë që do të lidhet pastaj me pjesën e
ku mund të përdoren varka të ndryshme, që është pjesë e një infrastrukture ekzistuese tashmë që lidhet me lagunën. Kjo është një pamje siç e parashikojmë, duke parë hotelin nga kanali dhe duke treguar deri ku shkon kjo kull, kjo ndërtesë, duke i bërë të mundur vizitorëve të eksplorojnë, të vizitojnë me vark këtë kanal ujor. Për sa i përket programit të 4 zonat që rrethojnë zonën me mur, kemi pjesën e hyrjes, kemi span, kemi restorantin, pjesën e lobit, pra hallit kryesor, dhe pastaj kemi barin, që është një bar me tarac, dhe kemi me ngjyrë të gjelbër, kemi dhoma të cilat shohin të tëra nga pylli, pra kanë një lidhje të drejtë për drejtë me të gjithë zonën që i rrethon, pra me pyllin. Do doja ta shikonim pak më me hollësi planimetrin, çfarë shohim në këtë planimetri. Shikoni murin e rrethuar me pikërisht ato cilësitë të themi qendrore, me elementet natyror, me këtë pishinë natyrore, me verandën nga e cila mund të futesh nga të gjitha zonat, pra dhe të dalësh. Sigurisht, përmenda këtu të gjitha dhomat e llojeve të ndryshme, të cilat hapen dhe kanë dalje në pyll, duke krijuar në të njëjtën kohë diçka shumë private dhe një intimitet për të gjitha këto tipare të kësaj zone. Siç e përmenda më parë, këtu kemi pjesën e spas dhe shikojmë shumë qartë atë që ju përmenda pak më përpara, që është ajo zonë që e quajmë të zonë mbrojtëse, që mbështesin pikërisht pjesën e restorantit dhe të spas. Pra, ky do të jetë një destinacion që do të përdoret gjatë gjithë vitit. Pra, të ketë kuptohet tipare të ndryshme. Në verë do të jetë një lidhje me tipare të ndryshme të deltës, me lagunat, me elemente të ndryshme, mund të përdoret për hiking, mund të shëtitni me vark, mund të bëjmë shëtitje në kopësht, që sapo ju përmenda, por gjatë dimrit është një zonë më e të themi pa njerëz, kthehet në të njëjtën kohë në mundësi për të përdorur span, për të përdorur të gjitha ato zonat që quhen wellness, pra ku njerëzit mund të kujdesen për trupin e tyre dhe të marrin të gjithë trajtimin e dur, por në një mënyrë më të tërhequr, të themi. Përveç kësaj, kemi dhe elemente të tjerë që lidhen me ekonominë, që lidhen me zonën dhe me banorët e këtyre zonave, por kështu dhe me ekonominë e kësaj zone. Duke u lidhur me pjesën e fermës, me ndërtimin e të gjithë, ose duke u bazuar tek të gjitha aftësitë artizanale të gjitha këto. Sorry, you do have only 5 minutes for your presentation. Thank you. So it actually lets the larger the population, Pra populata e gjithë populata e kësaj zone mund të marrë pjesë gjithashtu në ose më saktë të përfitojë, të themi nga ky zhvillim. Po të shikojmë dhomat, kemi një dhomë standarde, kemi suita. Është e rëndësishme të kuptojmë që të gjitha këto janë të hapura, por janë edhe të mbrojtura. Pra shohin nga pylli, mund të dalin në pyll, por janë dhe të mbrojtura, pra kanë privatësinë e tyre. Do doja të përqendrohesha këtu tek pjesa e sipërme të themi, tek pjesa e taracës, nga taraca shikohet i gjithë obori, i gjithë kopshti, ka një panoram. Dhe pastaj në katin e tretë janë sallat e konferencave që bëjnë të mundur takime, mbledhje, seminar, por kanë edhe një lloj fleksibiliteti për të lejuar aktivitete të ndryshme. Kjo është pamja që do të kishim po të ishim në sallën e konferencave. Pra në të gjithë formën trekëndshe kemi një pamje nga pylli, pra kemi një panoram fantastike.
Do doja të flisja pak për pjesën e qëndrueshme nga ana mjedisore. Kemi pjesën e gjelbër, pra që është një tarac e gjelbër, e cila është pjesë integrale e të gjithë pjesës ujore që rrethon ndërtesën. Pra kemi një pishinë natyrore që e përmenda disa herë gjatë fjalës time. Ka një bimësi, pra ka një sistem filtrimi. Një pjesë e madhe e kësaj strukture janë strukturë ndërtuar prej druri, është strukturë ndërtuar prej druri. Ka një pjesë levimi nga toka që e përmenda. Ka një prekje të vogël të lehtë ku pjesa e shtresës pyllit nuk preket, vazhdon të jetojë në gjithësinë e saj. Pra, për ta përmbledhur, projekti ynë i jep rëndësi bashkëjetesës dhe përdorimit të gjitha tipareve ekologjike mjedisore të gjithë kësaj zone. Faleminderit për vëmendjen. Good morning. Thank you for your presentation. I think your presentation was very clear. Your scheme is very clear. I really have 2 points. And one of them is actually that view. E para është kjo panorama. Si e imagjinoni këtë zonë? Si do të jetë kjo aktive? Si do të jetë përtej asaj që do të jetë në fakt është një pjesë që vetëm mund të rrotullohesh rreth asaj zone. Së dyti, më pëlqen shumë që dhomat janë të hapura, që lidhen me pyllin, por në fakt kjo ka një pikpyetje. Çfarë ndodh për privatësinë e këtyre individëve që do të qëndrojnë në këto dhoma? Si kalojnë, si ka një element për këtë gjë, po ndoshta mund të jepni përgjigje për sa i përket pjesës publike dhe privatësisë së këtyre individëve. Faleminderit për pyetjet tuaja. Pjesa e verandës, mendoj që veranda apo vetë kjo lloj strukture është shumë e rëndësishme për të kuptuar se si ne e kemi këtë vizion. Nuk është një pjesë thjesht për të shëtitur, si thua aty brenda. Secila nga dhomat mund të jetë e hapur, është mënyra se si e menaxhon ti vetë këtë hapësirën tënde. Ti gjithmonë ke mundësi si vizitor të futesh në pjesën e pyllit, por ti mundet që ta hapësh dhe ta mbyllësh. Nuk ka nevojë që të tjetë hapur, ndoshta mund të kesh të nxjerrësh një shezlon, ndoshta do të rish për jashtë apo është vendimi i individit që do të ri në këtë dhomë. Pra nuk është detyra e arkitektit të zgjedh këtë gjë për individët, për ata që do të jenë vizitorë të hotelit, po për sa i përket hapësirës, dhomave, si do jenë ato të ndërlidhura në mënyrën se si dëshiron, kjo është pikërisht mënyra se si e kemi konceptuar. Për t'ju përgjigjur pjesës së privatësisë së dhomave, ideja është që, pra ideja është deri ku mund të garantohet kjo privatësi. Sigurisht që kemi disa struktura shumë të qarta, të cilat janë të ndarë në 3 drejtime, e cila kalon pastaj në natyrë, që do të thotë ka shkurre, ka bimësi, pra ato që ka vetë pylli si natyrë të vetë, të themi të gjithë elementet panoramik të pyllit. Këto janë elementët të cilët janë shumë të rëndësishëm që ne t'i përdorim në projektin tonë, sepse ato vetë i ndajnë, si të thuash, bëndarjen natyrore të këtyre dhomave dhe për të garantuar privatësinë që juve sapo pyetët. Yeah, for me, I also had 2 questions. Unë kam 2 pyetje. One is about this kind of concrete barrier. E para kam për atë pjesën e betonit. Like what is it made up of exactly, and how important is it to have such a kind of strong line on that side? I don't know the road or anything. And then the second is, I think you briefly mentioned, but just because we saw the presentation about history. Në prezantimin tuaj folët për historinë
e zonës kuptohet dhe se si e gjithë kjo zonë është pjesë e historisë vendit. Nuk e di nëse e keni menduar ju këtë gjë apo si e keni bërë si të thuash ndërlidhen me pjesën e historisë të kësaj zone. So, I mean, there's a general, I just introduced the likeness. I think it's a translation. There is a likeness to the structure here, but there is like also quite distinct orientation within the site. So these three sides to the forest, Këto tre zona që lidhet me pjesën e parkimit, të gjitha këto kërkojnë një reagim arkitektonik. Kjo nuk është beton, është më shumë xham, pra është qelq, është një reflektim që përmenda gjatë ditës, pra është një gjë që fton vizitorin, por ka dhe më shumë mas, të themi, më shumë prezencë, të themi, nga pikpamja vizive, dhe si një lloj gjesti, një lloj implikimi, edhe të zhurmave ndërkaq kuptohet. Kjo qendër pikërisht ka vlerën e saj tek e qena e rezervuar në një vend i mbyllur, jo shumë në sy të gjithëve. Pra, nuk është se ne kemi ndërtuar në të vërtet një mur betoni të mirëfillt, por është më shumë një blok xhami që reflekton këtë mjedis. Janë sallat e masazhit, janë disa zona kompartimentale që janë në fakt për pyetjen tuaj të dytë. Ne nisëm projektin duke e parë në dy mënyra, pra me dy mënyra. Nga pjesa arkitektonike, nga pjesa historike, dhe nga pjesa imazhit, imagjinatës. Duke dashur njëkohësisht të shohim se si mund ta përdorim një strukturë të tillë dhe si të shikojmë dy trajektore, të themi, duke e mbajtur siç është ose duke zëvendësuar. Dhe ne jemi me variantin e dytë, sepse aspektet integral të strukturës ekzistuese për ne nga pikpamja praktike nuk ishin ato të duhurat. Any more questions? Yes. Yeah, I also appreciate your presentation was very clear. The scheme is also very simple and I think powerful in terms of communicating what you've been telling us. I was just wondering if the generic structure that the project has, focusing on the courtyard, if you see it as an opportunity to create a courtyard that is precious in a way, that it's in a way different from the exterior, from the garden that exists right now. So over time in the interaction with the building, we create something unique. Because the way that you are showing us in the drawings, it seems to be very similar what happens in the interior courtyard and what happens in the exterior. And I see that corridor as an opportunity to happen many things as a flexible space, but at the same time, the dimension that you have decided is not allowing that amount of possibilities. So I was just curious about if you guys have thought about what is going to happen over time in the interaction between the building and the courtyard. Yeah, in a way, the scheme could have been different, very open. The way that you have oriented the rooms in three directions with three different relationships with the sun, with the air, with the views, could have been different. But you guys chose to, to highlight the interior courtyard.
një mundësi të lloj ndërlidhje. Gjithë ky mur është mënyra se si ndahet pra të themi nga obori, përmes një peizazhi, pra se thua është një specie tjetër ta quajmë në mënyrë figurative, si një mënyrë që ndan stinët që i drejtohet si të thuash të gjitha shqisave tona. Në disa mënyra është një gjë që nuk ndjehet fort, por në të njëjtën kohë është tepër e ndarë nga ajo që është përjashtë, pra pjesa e brendshme nga pjesa e jashtme. Mendoj që pjesa e dytë e pyetjes suaj ka të bëjë pikërisht me verandën apo jo, me oborin. Dhe jam dakord me ju. Për sa i përket potencialit që mund të jetë ta quajmë në thonjza një sken, kemi dhomat që shikojnë pyllin, që kanë një lloj privatësi, po momentin që ti nuk do të jesh më në dhomë, po do të dalësh, do të jesh me klientët e tjerë të hotelit, atëherë kjo kthehet në një mënyrë për ta bërë më të jetueshme, të themi, në thonjza. Pra, varet sa të hapur sa e duam këtë lloj lidhje mes dhomave dhe verandës. Pra kjo është një dialog pastaj që do të jetë me investitorin, duke përdorur pikërisht ekspertizën e tyre për hotelet, pra për ta parë në fund të fundit varet pikërisht nga ky prag, të themi, që do të vendosin dhe investitorët për mënyrën e përdorit të hotelit. Thank you very much. Faleminderit shumë. Zonja dhe zotrinj, kryejmë paraqitjen e dytë të projekt propozimeve. Do të ndjekim 20 minuta prezantim dhe më pas 10 minuta pyetje-përgjigje me jurinë ndërkombëtare. Ftojmë në skenë për prezantimin e saj skuadrën e përbërë nga 2A Grup SHPK, Praktika Arkitektura and Urbanismo SLP, Barclay Cruise, Farm Architects, Swiss Diamond Hotel. This is working. Well, good morning, everyone. We would like to start by introducing ourselves. Do doja që ta nisnim duke u prezantuar. Ky është kolegu im Jose Majoral, unë jam Ramon Sierra, jemi dy nga partnerët e Praktika Studio nga Madrid, së bashku me Jaime La Roca. Këtu jemi sot në përfaqësim të një ekipi mjaft madh, shumë disiplinor, së bashku me Barclay Cruise, që janë peruan, Farm Architects, që janë këtu nga Tirana, SRS, që janë arkitektët tanë të peizazhit, Fation Saliu, inxhinieri ynë, dhe po kështu edhe Swiss Diamond Hotel, operatorin që është pjesë e investuesit. Kur nisëm të punonim për këtë konkurs, na u desh të pyesim veten, çfarë do të thotë të ndërtosh një hotel, të zësh një vend kaq imponues natyror, siç po bëjmë këtu, na duhet të reflektonin se çfarë kuptimi ka luksi sot, çfarë do të thotë. Për të përgjigjur këtyre pyetjeve, donim që motoja për projektin tonë të ishte ato pylli dhe pjesa e vendodhjes të harmonizuara me natyrën, dhe këtë donim që përcjellëm me propozimin tonë. Tre ide. Ideja e parë, respektimi i trashëgimisë arkitekturore. E dyta, respektimi i rrethinave natyrore dhe ajo ndjesia e veçimit në natyrë. Luksi i të marrit kohë dhe i zënit hapësirë për vetëm. Po punojmë në këtë vendodhje natyrore, jemi në breg të detit Adriatik, pranë kufirit midis Shqipërisë dhe Malit të Zi, në lumen Buna, po kështu. Ka edhe të tjera trupa ujore. Aty është laguna e Vilunit, është liqeni, dhe po kështu kemi edhe moçalishtet e deltës së Bunës.
që rrethojnë ishullin Bujan. Duke pasur parasysh ky lloj sfondi, patëm 3 gjëra që i morëm në konsideratë. E para, të respektonim arkitekturën e Koçoçomit. Ai ishte arkitekti i vilës ekzistuese dhe mund ta shihni këtu në Sky, në të majt, përkohë që këto janë pamje të tjera të punës së tij. Ne besojmë se kjo vilë është një shembull mjaft i mirë i modernizmit shqiptar. Ne mendojmë që ka disa aspekte të gëndura arkitekturore aty. Për shembull, ka këtë shtrirje horizontale që kornizon peizazhin. Tjetra është muret vertikale që shihni aty, që në fakt modulojnë fasadën dhe japin një lloj ritmi. Dhe tjetra në qoftë se shihni aty ka një kat të ngritur që e ngrë ndërtesën nga tereni dhe natyrisht e bën pak më plyskuese. Është pozicionuar si vilë në një vend shumë strategjik, është në krah të pyllit dhe të qytetit Velipojës, dhe shumë afër detit, por po kështu dhe afër lumit Puna. E dyta që morëm në konsiderat në piknisje ishte peizazhi i Velipojës, që është tejet i larmishëm pal ndër veprimit të gjitha elementeve që përmenda më herët. Kemi plazhe ranore, kemi ligatina apo moçalishte, kemi pyjet e pishave e po kështu edhe peizazhin lumor përreth lumit, siç mund të shihni nga këto pamje. Gjëja e tretë për të marrë në konsiderat lidhet shumë me atë të mëparshme, pra ka të bëjë me mundësinë e banimit të këtij mjedisi natyrore. Nuk po flasim vetëm për ata njerëzor, pra njerëzit që e banojnë, por gjithashtu edhe bashkë ekzistenca me komponentë të tjerë të peizazhit natyror. Çfarë do të thotë që njerëzit të banojnë këtu? Çfarë luksi i ofron natyra këtij projekti? Duke pasur parasysh këto 3 konsiderata, patëm mundësi të gjenim 3 objektiva të projektit. Këto 3 janë përmirësimi i trashëgimisë arkitekturore, sjellja e pyllit në vend, pra që aktualisht nuk është fort i larmishëm, dhe i treti të ripërkufizojmë luksin ekologjik. Çfarë do të thotë që të kesh hotele luksoze të qëndrueshme në mes natyrës. Ne flasim për rritjen apo përmirësimin e arkitekturës, trashëgimisë arkitekturore, që do të thotë punuarit dhe të përmirësuarit të veprës fillestare arkitekturore të Çomit. Kjo është planimetria e parë. Vila është në formën e një uje dhe vendoset në një terren apo parcel katrore. Është në fakt gjysmë mbyllur në drejtim të pjesës qendrore të saj. Mendojmë që vila ka elemente shumë të forta arkitekturore, por po kështu është edhe me mjaft ndarje dhe në ndarje, sepse plotëson kërkesat programore të një kohe tjetër, të një epoke tjetër. Aktualisht, vila ka zona hapësira që shërbejnë si dhomë për miqt, hapësira të shërbimit. Kështu që vendimi i parë i madh ishte që të pastronim planimetrinë e vilës ekzistuese. Donim që të ishte të gjitha ato ndarje luksore të brendshme për t'i dhënë vilës një mundësi të përgjigjet kërkesave moderne të një ndërtese luksoze. Kështu që donim përcaktojmë një karakteristika të bazë të kësaj vile ekzistuese. Çfarë i jep këtë ritmin që përmenda unë më parë? Në momentin që e përcaktuam, të identifikuam këtë përmes mureve, atëherë e hapëm fasadën për të lejuar një lloj depërtimi të peizazhit jashtëm dhe pastaj i ribëm këto ndarje për krijuar hapësira më të mëdha, gjithashtu edhe për të krijuar një hapësirë përbashkët për përdorim hotelier. Programet e reja, pra ky është një program në planimetria e re. Kemi këtu pjesën e recepcionit, të sportelit, kemi pjesën e restorantit me blu dhe pastaj pjesa me gri dhe me të kuqe apo rozë, që një hapësirën e palestrës. Në pjesën e oborrit gjysmë të hapur do të kemi një sër taracash të lidhura me njëra tjetrën me një pishinë qendrore të hapur.
Terasa apo çatia e vilës ekzistuese shërben si një tjetër hapësirë, mund të shërbejë një teracë që lidhet me restorantin, mund të shërbej për vendosjen e një grupi panelesh solare që janë të afta të prodhojnë energji elektrike për gjithë ndërtesën, dhe pjesa e shenjuar me blu mund të shërbejë si hapësirë për grumbullimin e ujit dhe do të shërbejë jo vetëm për ujitje, por gjithashtu edhe për tualetet. Tu mund të qeni integrimin e vilës së përshtatur me rrethinat e peizazhit të vet, apo kështu dhe rrethimin në natyrë. Strategjia e dytë e projektit vjen nga pamja e vendit ku është e vendosur parcela, ku është vendosur kjo ndërtesë. Është një vend i cili të krijon një kusht apo të kushtëzon me zonën ekologjike, me zonën përreth lumit që është e dendur, e po kështu dhe hapësirën e ndjarë. Projekti synon që ta sjellë brenda pyllit dhe ta kuptosh këtë është një komponent kyç për të gjithë konceptin denton. Të sjellësh brenda e gjelbrimin, por jo dhe ta mbushësh për plot pjesën brenda, të krijohen disa hapësira që kanë funksione të ndryshme. Disa prej tyre janë më të vogla, duke krijuar një lloj privatësie për një sër kabinash që vendosen dhe pastaj krijohen edhe hapësira që përfshin dhe ato ekzistuese për ndërveprim. Strategjia e bimësisë bëhet përmes shpresave të ndryshme, shpresëzimeve të ndryshme. Kemi pemë që kanë kapacitetin që të kenë një lloj rrethimi, po kështu edhe pastrojnë ajrin, kemi pjesën e shkureve që japin vëllim dhe krijojnë një lloj privatësie, po kështu kemi edhe bar apo gjelbërim në terren, në tokë, që në fakt shërbejnë qëllimit. Propozimi përfshin specie të bimësisë lokale për të nxitur procesin e ripyllëzimit, e ngjalljes së natyrës në hapësira të ndryshme. Këto specie të ndryshme janë zgjedhur me objektivin për të krijuar përvoja unike në secilin prej kopshteve të vogla, tjetër aromë, tjetër teksturë, tjetër ngjyrë. Kjo është ajo që përftojmë, një pyll, një hapësirë të gjelbër që një farë mënyrë e ka pushtuar vendin. Duke pasur parasysh parametrin ambicios të projektit për të rikthyer vlerën ekologjike të zonës, kjo çon në ngritjen nga zeu, pra nga tokat të ndërtesës. Kjo lejon pastaj edhe hapësirë për faunën dhe florën që të lëvizin në shtresa të ndryshme. Kjo natyrisht siguron një lloj privatësie dhe po kështu lejon dhe të ftuarit apo vizitorët të lëvizin në një hapësirë apo në një tjetër në privatësi. Pra, ideja është që ndërhyrja mund bëhet në pjesën e lartë të ndërtesës ekzistuese. Pra, thamë që është i ngritur nga niveli i tokës dhe pastaj shikojmë edhe pjesën e barierëve të tjera. Këtu shihni që është në nivel shumë horizontal, ku ndërtesa ekzistuese është mjaft e depërtueshme, mund të ishte dalësh e po kështu angazhohet në projektin ton me pyllësin e dëndur që kemi krijuar. Strategjia tjetër ka të bëjë me rikonceptimin e luksit ekologjik. Në fakt, to janë hotele luksoze, por janë edhe të qëndrueshme, të afta për të bashkëekzistuar me mjedisin natyror. Ne besojmë që ky është luksi, të kesh një lloj zhytjeje dhe të kesh mundësinë që të banosh në natyrë. Strategjia e tërë projektit është ndarë në një sër hapash. Së pari, ruajmë ndërtesën ekzistuese dhe i shtojmë vlerë, siç e thamë më parë. Pastaj
kemi nevojë të shtojmë një vëllim tjetër për programin e qëndrimit, sepse projekti aktual nuk lejon që të përfshim dhomat për vizitorët VIP që kemi përfshirë, kështu që ne duam që të ndajmë këto vëllime në pjesë të ndryshme dhe t'i shpërndajmë ato në këtë zonë. Siç po shihni, janë në formën e kutive apo katër këndsheve, të cilat janë të shpërndarë për të lejuar krijimin e kofshteve private. Një kusht kyç dhe për hir të këtij kushti është luksoze. Këto lloj kutish janë rrotulluese apo janë pozicionet jo të drejtë për drejta me njëra tjetrën, por janë të vendosura në pozicione rrethore paksa për të lejuar privatësi. Ky model lejon edhe një lloj oxhaku apo panele diellore që në fakt sigurojnë uljet konsumit të energjisë. Patjetër që ka një sistem rruginash përmes, siç e thash, krijojnë këtë ndërlidhjen midis pjesëve të ndryshme. Pastaj ka pishina individuale, qëndrime individuale, elemente, të cilat në fakt lejojnë edhe kalimin e kufive fizik ndërtesës për shkuar drejt pyllit, siç mund ta shihni në këtë pamje. Që në këtë shtresë gjelbërimi krijohet kjo përboj private dhe unike. Kjo është një herë dhe para që kemi mundësinë që të shohim të gjithë projektin të tërësisë së pari. Siç e tham, ruajmë dhe i shtojmë vlerë ndërtesës së ekzistuese, pastaj pusim të sistemin e këtyre kutive, që tham edhe që do të ndërtohen me dru të ricikluar, krijojmë sistemin e rrugëve të ndërmjetme dhe pastaj krijimin e këtyre kopshteve private që natyrisht kanë marrëdhënie. Është një projekt që bëhet gradualisht në mënyrë rritëse dhe është një projekt i parave të skemës që kemi përpara nesh, mund të rritet, mund të frenohet në varësi të nevojave që janë, pa e humbur koherencën e vet arkitekturore. Siç e thash më parë, që nga fillimi programi ishte shumë i qartë për ne. Ndërtesa ekzistuese është ajo që do të pres, po themi, këto programe apo do të përmbush të kërkesat më të zakonshme, pastaj do të kemi këto ndërtesa në mënyrë katrore apo edhe dhomat VIP që do të ndërtohen më tej. Kjo është një planimetri nga sipër për t'ju treguar se si këto ndërtesa në formë kubi janë apo në formë kutije janë ose njëse ose të ndara në dy. E se si projekti aktual na lejon që ti përfshim edhe hapësirat për momentet e bashkimit apo njerëzve që shndrojnë bashkë. Këtu shënjohet një ndarje shumë e qartë e mënyrës se si qarkullohet apo se si mund të lëvizet. Keni vetëm 4 minuta të mbetura prej kohës suaj. Pra, kemi një rrjet të shenjuar me blu për të ftuarit për vizitorët në veri, është qasja të shërbimet dhe të pjesa jugore. Me të verdh është hapësira ku vizitorët mund të shkojnë të restoranti vendosur aty. Kjo është planimetria e zonës që na siguron të shohim edhe gjeometrinë, është shumë e shesht ajo e ndërtesës ekzistuese dhe pastaj këto elemente të reja të cilat janë më të ngritura dhe janë më të dukshme në raport me gjeometrinë aktuale. Pra kemi së pari ato që janë master suite apo dhomat më të mëdha të cilat kanë hapësirën e qëndrimit, kanë dollapët, kanë gjithashtu edhe pishinat të cilat janë të ndara njëra me tjetrën. Këto të ashtuqura kabina, këtu kanë ato oxhak diellor, po themi, apo panele diellor që funksionojnë në mënyrë të më vetësishme dhe që përftojnë nxehtësinë nga rezatimi diellor. Ato po kështu mund të thipin edhe ajrin e freskët që vjen nga bimësia dhe nga pishinat pranë. Në fakt, suita Deluxe ka dy fishin e hapësirës
së atyre të mëparshme. Ka po kështu hyrje dhe në të njëjtën kohë përfshin dy hapësirën. Për ditën dhe atë për natën dhe në të njëjtën kohë ka po të njëjtin sistem ajrimi. Kjo është pamja e fundit që donim t'ju tregonim. Kjo kërkon të ilustroj kushtet e përjetimit, çfarë eksperiencë e përfton dikush që shkon atje, kabinë druri, ku duket qielli nga sipër për shkak të tavanit të tejdukshëm. Dhe ja ku është, je ti vetëm me kopshtin tënd në mes të vyllit. So this video is actually a summary of the project that aims to illustrate the main three strategies. E projektit përgjithshëm që kërkon të ilustrojë të trija strategjitë. E para se si e trajtojmë, e ruajmë dhe e përmirësojmë arkitekturën ekzistuese, si I rijapim vlerën natyrore vendit së bashku me të parën, dhe e treta se si e ripërkufizojmë luksin ekologjik në raport me mjedisin. Now the jury is welcome for the questions. Tani është rada e juris për të bërë pyetje. Yeah, I just my first question was just the formal or material relationship between the historic villa and the new cabins. What I noticed in some renderings, it looks like perhaps the historic villa was imagined to be reclad in a similar material, or what I'm just interested in the formal relationship between the two, or the material relationship. So, not really. Regarding the recladding, we're intending to carry out this work of refurbishing the existing villa in terms of the të çojmë përpara punën që ka qenë e bërë për në hapësirat ekzistuese, të riorganizojmë hapësirat për të pasur hapësirat e restoranteve, të shërbimeve, po këto janë vetëm pjesë e interiorit, pjesës së brendshme, ndërkohë që disa prej fasadave të mbyllura duam t'i hapim për të parë për nga natyra, por duam të ruajmë atë lloj materialitetit të vilës, mënyrën se si është aktualisht, që të ketë një kontrast shumë të qartë midis vilës ekzistuese e vendosur në një sipërfaqe të sheshtë dhe sipërfaqet e kabinave të bëra me dru të ricikluar. Nga ana tjetër, këto kabina I referohen një parsoj vilës, duke qenë në të njëjtën lartësi, një lidhje të sheshtë pra në nivel horizontal, dhe kjo në lejon që të kemi sipërfaqe depërtuese për bimësinë në kafin përdes apo në nivelin e tokës, por po kështu edhe në ndihmon që të ndahemi apo më mirë të kemi një shkëputje nga niveli përdes për të ruajtur nga përmbysjet apo gjërat ngjashme, siç u thanë në prezantimin e mëparshëm. Kjo është ajo ku kabinat marrin nga kushtet aktuale të vilës ekzistuese, por po kështu edhe kanë këtë trashëgimin arkitekturore, po edhe elemente të reja. Siç e thash, ne propozojmë një sistem gradual rritës, që rritet me kalimin e kohës, por edhe kurret apo mpake, në qoftë se shohim që kabinat janë element më I përkohshëm se sa vila kryesore, që në fakt është ajo pika e spirancimit, pra është pika qendrore.
Yeah, I had a similar question than Dan, because it's true that you started explaining the project in a very interesting way, starting not by demolishing the whole thing, by keeping it nisët duke ruajtur një pjesë të madhe, duke shëmbur pak një mundësi për të ruajtur kujtesën e këtij vendi dhe për t'i lejuar ata që vinë të përjetojnë, të kuptojnë çfarë ka qenë, çfarë ka ndodhur aty më parë, një kujtesë historike. Pastaj ju hidheni tek vilat duke krijuar një vlerë krejt tjetër, formë krejt tjetër, më bashkëkohore. Me ato referenca që keni ju në mendje, nga njëra anë, kjo ju jep një lloj fleksibiliteti dhe e kuptoj strategjinë, sepse ju jep mundësinë që të shtoni vila të reja apo hapësirë për të bërë diçka tjetër që është e rëndësishme. Megjithatë, po mendoja që mund të kishte pasur më shumë lidhje midis vilës ekzistuese dhe atyre të reja. Të mos jetë vetëm, po themi, një rrugin lakore, apo të kishte një lloj lidhje më konvencionale midis këtyre vilave. Pra në qoftë se do të kishit përdorur fakt më shumë zgjatime apo hapësira që vinë nga vila ekzistuese, po themi mesazhin kryesor apo fokusin kryesor projekti, nuk është një pyetje, është thjesht një lloj reflektimi për mundësitë interesante që po sillni ju. There's a very clear contrast, as I mentioned before, between the architectural legacy and the new. Duhet ruajtur natyrisht, kjo ishte ideja jonë për të ruajtur këtë trashëgimi dhe po kështu edhe të krijonim një lidhje midis këtyre kabinave kuti dhe vilës ekzistuese, dhe po kështu të ruanim lartësinë nga toka, po edhe sa i takon gjeometrisë. Ne e kuptojmë që këto vila janë vërtet shumë të dukshme, ka referenca të ndryshme siç e përmendet. Sidoqoftë, planimetria tregon që ato janë shumë racionale, janë tetëkëndore, apo janë shumë funksionale, duke imituar natyrisht edhe planimetrinë e dhomave që zakonisht qenë mesde. Dhe po kështu kanë linja të valëzuara, pra këto rrugina të valëzuara që krijojnë lidhje që në fakt ju përket apo i përmbush kriteret tjera, kriteret e peizazhit, ndërhyrjet që bëhen në natyrë. E pat në video për shembull hapësirën ku mund të ecësh e të kundrosh të gjithë këtë gjelbërim. Është një lloj përgjigje për natyrën. Vila ekzistuese që është e zhytur apo është tradicionale, pastaj ka këto kabina të cilat fillojnë, janë shumë tradicionale, por zhvendosen për të përgjigjur orientimeve të ndryshme. Pastaj kemi këtë pjesën e terracës për të ofruar metoda qoftë edhe pasive të marrjes energjisë dhe po kështu edhe ndërveprimi që kanë me natyrën. Good morning. Mirëmëngjesi. Yes, I think I also have the same question about what the relationship in terms of materiality and expression between the Chinese villa and the small units we proposed. But I think you've talked enough about it, but I like the idea of the contrast that does not express the end. In your renderings, it's almost like you're trying to merge the two languages together. But I'm not going to talk about that. I wanted to highlight the fact that you took the risk of keeping Chinese villa, which is a really good point to start with. That puts a little bit of burden into new construction area on the rest of the site. Right now you have 12 units, which to me feels like just enough density. There's a diagram that you have here, so this can continue to grow and go along, but I feel that that's not necessarily true, because at some point you will lose that idea of the super high-end hospitality experience, which is very much in line with the brief. At what point can this grow? Is 12 enough? Can you do more? Should you do less? That's just one question I have. Në çpik mund bëhet më shumë, kja mund bëni më pak, ka mund bëni më shumë. Yeah, we kind of illustrating through the diagram. We illustrate how it is in the mental architectural system, and we explain the different steps, and we reach the 12 villas. So I think that right now the standing
further detail, like the flexibility of them, like as a whole they can rotate, they don't really have any specific like orientation. That would allow for further incremental and for further density of the project. Still to the point, this one you can say very well. It's not kind of over longer then you're gonna have your return. But I feel the flexibility of the system that can move around and use the navigation as a key element that buffers the light on the other allows it to grow farther from the one that is included into the project. Duhet të theksoj se kemi 12 kabina, por normalisht kanë suita master në secilin prej këtyre kabinave dhe së brendshmi këto kabina mund të transformohen për të përfshirë një ose dy dhoma. Deri tani kemi 18, por mund të kemi edhe 12 edhe 24 duke ruajtur të njëjtin numër kabinash. Kjo është shkalla e fleksibiliteti që kemi me to. Mundet që për shembull suita luksoze dhe suitat e tjera kanë një lloj 2 oxhakësh po themi për të qenë të pavarura. Ka edhe mekanizme që i bëjnë të pavarura të më vetësishme. Thank you very much. Faleminderit shumë të gjithëve. Zonja dhe zotrinj, vjojmë me paraqitjen e tretë të projekt propozimeve. Do të ndjekim 20 minuta prezantim dhe më pas 10 minuta pyetje përgjigje me jurinë ndërkombëtare. Ftojmë në skenë për prezantimin e saj skuadrën e përbërë nga Genius Sh LLC and Sandus Architecture, Smart Studio, Fokt, Adnan Kastrati, Melia Hotel International. Hello. I'm going to talk a little bit differently about how I present. Duhet ta bëj pak ndryshe këtë lloj prezantimi. Do të flas se si marr vendimen pak, sepse pikë së pari do doja që t'ju falenderoja që na keni ftuar. Dua të falenderoj po kështu dhe ekipin tim. Një nga arsyet pse bëra këtë projekt ishte fal ekipit. Unë nuk jam arkitekt hotelesh, nuk dua të jem një i tillë. Dhe e kam bërë një hotel që do t'ju tregoj pak më vonë. Ne punojmë me familjen që zotron hotel ngjitur pronës së tyre. Kanë 300 metra plazh, 10.000 km2 pyll dhe njohin çdo pemë, çdo zog aty. Kështu që ajo çfarë bëj kur nis një projekt është që bëj shumë pyetje. Në këtë konkurs, në fakt zakonisht nuk jam pjesë e konkurseve arkitekturore sepse nuk ka kohë mjaftueshme për të mësuar për të bërë pyetje, por pata një ndjesi të mirë këtu me këtë familje. U takuam dhe morëm një sër vendime shumë herët, që nuk kryet herët, për të cilët do të flas. Ky është në fakt ekipi ynë, siç e shihni, punojmë bashk me kompaninë hoteliere nga Spanja, gjithashtu edhe me arkitektët e peizazhit nga Zyrihu. Punoj shumë me ta për projektet tona. Mund t'ju jap pak informacion për veten. Unë jetoj në Norvegji, por jam lindur e rritur në Kanada. Në një vend në fakt pak të ngjashëm me Shqipërinë, ku s'ka asgjë shqiptare, po natyrisht jemi rritur shumë të varfër. Kur takoj dikën në Shqipëri, ata mund të ndreqin çdo gjë, mund të hapin një birë me çdo gjë që u gjendet, me rrethanore, pra ka shumë pjesë kulturës që e njoh këtu. Por ajo çfarë dua të flas, për cilën duhet të flas është mikpritja në Shqipëri. Për këtë duhet të flas, nuk duhet të flas për pjesën teknike të arkitekturës apo detaje të tilla. Ky konkurs ka të bëjë me konceptin, ka të bëjë me një ide. Pra, në qoftë se ke një ide të hershme ku fton qindra arkitekt nga bota, fillon aty dhe pastaj rritet më tej.
Projekti im I parë ka qenë një hotel në ishulin Kurrita, në një ishull jashtë Kanadas, ku nuk ka arkitekt, kështu që në thelb, kur mora diplomë për arkitekturë, I bie që të bëja një vetvrasje kulturore, sepse s'kthesha dot më aty. Por u ktheva pas vitesh për të bërë këtë hotel me 29 dhoma. Ky hotel është një hotel I shtrenjtë për të qëndruar, disa prej dhomave kushtojnë 5.000 euro, duket si kapitalizëm, por fitimet I shkojnë komunitetit. Është një hotel komunitar dhe kjo më pëlqen këtu, sepse aty ka njerëz që jetojnë, që pra mamaja e dikujt aty jeton, qëndron, dhe nëse dua ta pjes për diçka I shkruaj asaj. Një nga hotelet apo hotelet më të mira në botë janë hotele familjare, janë familje që zotrojnë këto hotele, pra janë pronë e njerëzve dhe janë pronë e komuniteteve lokale. Diçka tjetër tek e cila jemi përshëndruar këtu. Kultura ushqimore në Kanada është e jashtëzakonshme, po kështu edhe kultura e jashtëzakonshme këtu është e jashtëzakonshme. Noma për shembull është e zotruar nga një shqiptar. Ky është një vend ku mund të vish e të hash një vakt të mirë. Këtu kam ngrënë një sër darkash, edhe është paksa kështu si edhe problematike, me thënë drejtën, sepse njerëzit që vinë aty dinë që ka prej tyre që janë në vitet e fundit apo kanë sëmundje, kështu që është paksa edhe problem, por është një nga vendet më të bukura. Ky është një projekt në Norvegji. Unë jam kundër konkurseve, po kjo ishte një fituese nga konkurset. Ajo çfarë kemi mësuar nga ky projekt është që në qoftë se do të krijosh arkitekturë destinacioni, duhet të krijosh interes në të ndryshme, nuk mund të bësh një vepër arkitekturore që është parë 1000 herë apo kopjet janë parë një 1000 herë. Duhet të jetë origjinale dhe për të qenë origjinale duhet të rrezikosh. Po ku është rreziku këtu? Ky projekt është një prej 7 mrekullive arkitekturore të botës dhe është 3 orë nga ku jetoj. Dhe unë I them 20.000 kilometra nga Tokyo. Ka një shaka që qarkullon që në qoftë se do të bësh një vepër të bukur arkitekturore, duhet të çosh njerëzit në mes të sekondit për ta parë. Dhe në fakt kur kam marr foton këtu, më thash duhet të kisha bërë një kontratë dhe të kisha marr para për çdo foto që bëhet. Pra mund të shohësh njerëz të ndryshëm, gjuhë të ndryshme të cilët vinë dhe e shohim. Kjo është hapur për 2 javë. Projekti po shfaqet në një sër vendesh tashmë. Kjo është një qendër vizitores në Maine-in verior në Amerikë dhe është dhurat nga një grua hippie, e cila I ktheu apo I dha para. Kemi punuar me parkun, Agjencinë e Parqeve Natyrore, por kemi punuar edhe me piset indigjene aty. Prezantimi im në fakt do të jetë dhënia e ideve të shpejta. Kam punuar me kompanitë në Norvegji, kam punuar me Mirror Visuals dhe bëjnë shumë vepra apo punë me arkitektët këtu. Kemi 2 pamje të 2002 dhe 2004. Pra kjo tregon se çfarë mund të ndërtojmë. Filli I përbashkët tematik I këtyre projekteve është që t'i mbajmë makinat larg e të ruajmë natyrën. Sepse kur shkon në një hotel nuk do të shohësh një tuf makinash. Të 3 projektet që ju shfaqa tani nën kuptojnë që hapësirat e parkimit janë pak më tutje. Kjo është një nga programet e para, nga skicat e para në fakt që bëm, kur na thanë bëni një skic shpejt që të aplikoni për këtë konkurs. Ideja ishte që ta mbanim vilën siç ishte dhe kam mësuar këtë në shkollën e arkitekturës, në fakultet. Kur e fillova nuk isha shumë e sigurt
sa e rëndësishme do të ishte kjo arkitekturë. Pra ishte pjesë e strukturës lokale, ishte pjesa e kaluarës. E kaluara është e kaluara juaj. Nuk duhet që t'i hiqni syt nga e kaluara. Pra vendimi më rëndësishëm mendoj është që të mbahet kjo vilë, të ruhet. Kjo vilë duhet të tregoj të kaluarën. Njerëzit duhet ta dinë të kaluarën e tyre. Por ideja është në fakt që unë kështu e mendoj. Kjo është diçka që kam mësuar dhe nga i mat, mikpritja. Baba im i takonte të gjithë njerëzit sikur t'i kishte shok të ngushtë. Pra, edhe unë këtë dua të transmetoj. Në Shqipëri unë këtë shoh, njerëzit të takojnë sikur të njohin, sikur të kanë takuar më përpara. Pra, gjithë ndërtesa duhet të jetë jo si kala, jo si kështjell, po të jetë e hapur, pra në kuptimin njerëzit të hyjnë të dalin, të kenë mundësi ta shohin, po që se kanë dëshirë ta vizitojnë. Edhe kjo kulla në pyll që është për zogjt, doja ta bëja edhe këtu me Florianin kur ishim me makinë nga Tirana, aty shikonim gjithandej edhe në peizazh ka disa kulla të vogla. Dhe unë doja ta replikoja, ta sillja këtu, për ta parë, nuk ka nevojë që të ketë një shenjë, pra një mark hoteli të themi, pra që të kuptohet që është X hotel apo Y hotel. Pra, unë këtë doja të bëja. Pra doja që kjo ndërtesë të ishte një identitet më vete. Këto janë skicat që unë kisha nisur si fillim. Mund të shkosh te pjesa e kullës, mund të ngjitesh lart, mund të shkosh tek taraca. Dhe mendova që vendi më i mirë për të zgjuar është pikërisht në maj të pemës. Pra në mëngjes zgjohesh, hap syt dhe shikon zogjt. Kjo është e bukura. Pra, kur shikojmë gjëra në Instagram, dikush shikon që Shqipëria është e ndryshme. Është e ndryshme në veri, është e ndryshme në jug, dhe ti nuk do që të kesh një hotel të njëjtë që ta shohësh gjithandej, me të njëjtën të themi pamje. Pra, njerëzit mund të thonë gjithkohës që kam qenë dhe unë aty. Pra, në vende të ndryshme, në gjithë Shqipërinë, përvoja do të ishte shumë interesante kur ti shikon diçka të ndryshme. Njeriu prandaj udhton në fund të fundit që të shikojë diçka të ndryshme për këtë përvojë. Dhe kjo është ajo që ja vlen. Pra, a ja vlen që të marrësh rrugën të shkosh diku? Kjo është pyetja që në fakt do t'i bëjmë gjithë vetes. Ne vendosëm që të ndërtonim parkimin poshtë, që të mos dukesh. Pra infrastruktura të ishte poshtë. Në fakt ekipi ynë nuk ka nevojë për shumë infrastrukturë, sepse mendojmë të kemi 30 dhoma dhe prap të kemi infrastrukturë në hotelin tjetër dhe ne donim, do t'ja u tregoj tani shkurtimisht, çfarë donim. Pra ideja është që të gjithë këtë ndërtesë që kemi, ta shikojmë në mënyrë figurative si një përqafim, pra gjithë shkatjet e rrethuar në një përqafim. Kjo është planimetria e katit, është koncepti i parë, kemi 3 ide këtu. Praktikisht, kur punohet me shpejtësi, kemi dhe një ide më të mirë kur kemi informacion më shumë, kuptohet. Pra ne duam të vazhdojmë procesin, sepse ideja do t'jetë ideja 20 kur të dali, pra do fillojmë pak nga pak në mënyrë që të dalim kjo ideja e madhe, themi, duke e provuar dorën, siç themi ne në gjuhën shqipe, her pas here. Kati në parë mund të jetë një pjesë publike, të themi, që gjithë të jetë një ndërtesë për të gjithë, të themi, të gjithë njerëzit të hyjnë të dalin, edhe hotelet e tjera mund ta përdorin, jo vetëm ketë dhe një spa të mirë, cilësor, pastaj janë dhomat që janë sipër dhe salla e konferencave. Nga sipër, kjo është pamja. Kjo është salla e konferencave, mund të jetë këtu, me pamje nga pylli. Mund të përdoret edhe për dasma. Pjesa e kullës është një kull. Gjithë pjesa e ndërtimit nuk ka dhoma, pra bëjmë një rinovim dhe e kthejmë në një muzeum ta quajmë, publik dhe restorant. Pra kur del nga salla e konferencave, mund të shëtisësh deri tek taraca dhe nga taraca shkon tek kulla. Pra
Kjo është një panorame përgjithshme. Dhe pika e tretë është i njëjti evolimit njëjtës ideje, pra një variacion mbi të njëjtën temë, përdorim span dhe pjesën e fitnessit poshtë, dhe dhomat dhe salla konferencave janë lartë. Gjithmonë ideja është që mund të ulesh në tarac, të pish një kafe, mund të ulesh, mund të shikosh gjithë zonën. Dhomat janë sipër. Pra shikojnë në pyll, janë sipër dhe janë privatësi dhe nuk e dëgjojnë pjesën tjetër. Pra janë të shkëputura të them, janë lartë, nuk janë poshtë. Këto janë disa nga fotografitë që përshkruajnë këtë pjesë. Këto janë disa nga imazhet. Kjo është ndjesia që duam të krijojmë. Kjo është gjithë taraca. Ka një pishinë e cila pishinë natyrore, pra, e cila është në të dy variantet. Edhe mund të ecësh rreth saj. Po të shikojmë, ose më saktë, po të flas për ndërtesat e mia, që kam ndërtuar gjithandej, nuk e dim nëse do të bëjmë me beton apo me tulla, akoma nuk e kemi vendosur, por mendoj që duke e lidhur me ndërtesën ekzistuese, do të një material më ndërtues, më i fortë. Këto janë disa nga ato renderat që përdorim. Dhe kjo është, e shikoni se si futesh poshtë, sipër, kjo është zona ku mund të qëndrojnë njerëzit të pjesa e recepcionit. Pra, edhe në tarac, siç e shikoni, kemi bimësi. Kjo është një nga renderat. Ky është një testim tjetër prap renderi. Edhe kjo është në fund të fundit renderi i tretë që mund të ta shikosh nga lart, kjo është pamja që të del. Edhe një herë dua të përsëris, pra është si ideja në mënyrë figurative një përqafimi, kjo është pamja nga sipër. Pra ndërtesën ekzistuese e restaurojmë dhe i japim një frym për ta çliruar, si thuash. Dhe mund të përdoret, siç e thash, edhe nga hotelet e tjera, mund të përdoret edhe nga banorët e zonës, pra është një pjesë që i shtohet, një vlerë që i shtohet zonës. Dhe kjo është fotografia e fundit që kam. Për ta përmbledhur, është një koncept ide. Por në fakt, në qoftë se duhet të vendosësh diçka për 4 javë, është një lloj si të kërkon të martohesh brenda 4 javëve. Pra, kaq kohë ke në dispozicion. Pra, duam të kemi një ide të fortë, një ide të qëndrueshme. Dhe më duhet na është dashur pra ta diskutojmë këtë ide, këtë projekt. Edhe për projektet e tjera kështu na është dashur, sigurisht që të bashkëpunojmë, kemi një ide, kemi pasur një ide të fortë, e cila pastaj është zhvilluar më tej, është shtjelluar. Prandaj dhe më pëlqejnë idetë e forta, idetë e fuqishme, të cilat në të njëjtën kohë janë edhe fleksibël. Ideja për të qenë interesant në mënyrë të ndryshme është ajo që qëndron tek baza e mikpritjes. Pra duke njohur personelin, duke njohur punëtorët, duke njohur të gjithë njerëzit që punojnë aty, ky është avantazhi më i madh që kemi. 29 dhoma, janë 2500 njerëz që jetojnë në atë ishull, dhe kjo gjërat që mund të bëjmë pra në këtë projekt, mund të përfitojnë edhe vetë banorët, mund ta përdorin ata në favor të tyre për këtu dua ta mbyll dhe ja u kaloj juve për të më bërë pyetje. It's very impressive. Është shumë
mbreslënse, kjo që na treguat, është shumë e hapur. And listening to your idea of duke dëgjuar idenë tuaj të martesës që përmendët, edhe unë vetë kam përvojën time, por doja t'ju bëja pyetjen. Sa kohë ju duhet që të merrni një vendim? Sepse të dy skemat që përmendët janë shumë mbreslënse, ndoshta edhe një e tretë mund të jetë edhe më e mirë akoma. Por pyetja ime është, ajo pyetja që më vjen natyrshëm është, sa kohë ju duhet, pra sa i gjatë është ky proces? Dhe e dyta është pyetja që kam për kullën. Ose atë pikën e vrojtimit në gjuhën shqipe më mirë. Ka në një mënyrë që të mos ta keni këtë pikë vrojtimi fare, të përfshirë? When I built my own house in Norway, I saw the site immediately. Në Norvegji e gjeta vendin menjëherë, e mora vendimin dhe kam bërë dhe gjëra të tilla. Menjëherë. Shumë shpejt, por ideja është nuk do ndryshoj shumë. Pra, kur është një ide e fortë, ajo nuk ndryshon shumë. Sido që tjetë, për ta pasuruar, për ta futur elemente të tjerë detaje, kjo kërkon një kohë jashtëzakonisht madhe. Nuk e di nëse Not really, but nuk e përgjigjet tamam, I can understand. Por të kuptoj. It's a careful love. Është një dashuri e kujdesshme të themi. Po pyetjen e dytë? Zakonisht, unë në projektet e mia, nëse ka ndonjë gjë që mungon në kantier, unë ja jap përmes arkitekturës. Kështu e bëj. Kështu i kam bërë në gjitha këto rezervate të themi natyrore. Kam ndërtuar në vendet më të këqija të themi, në terrene më të këqija, sepse njerëzit i shkatrojnë këto vende po me qëllime të mira. Kur ke një pikë të tillë vrojtimi, kur je dera ty ke, si më thënë, te hunda dhe shikon plazhet, mendoj që ka disa raste kur është mirë që pjesa e lartë e kullës vrojtimit, njerëzit mund të shikojnë që aty, mund të shikojnë pyllin, mund të shikojnë perëndimin e diellit, sepse ka shumë ndërtime në Bregdet. Por nga kjo pikë, kur ti futesh në pyll, ngjitesh lart, ngrihesh lart, ke këtë pamje, themi, këtë imazh. Did I understand well that you Nuk e di, u kuptova mirë apo jo që e keni përjashtuar mundësinë the ring with wood për atë urrëthin e drurit? Jo, në fakt shumë mirë është kjo pyetje. Kemi në render e kemi këtë material. Ndoshta në varësi të argumentit të themi, nëse ka. Por ne mendojmë që ai betoni është më i mirë, si themi, më i përshtatshëm. Po mund të ketë material të tjera. No, because the question comes because of the pyetja më lind the embrace of sepse ky përqafimi të vjetrës me të ren, there is a distinction. Nëse ka një dallim të themi për sa i përket materialeve për ta bërë më poetic, I don't know. Më poetike të themi. Because I thought you said that më duk si kur kuptova që nga përvoja juaj, nga perceptimi juaj për mënyrën se si shqiptarët ndërtojnë me drurin, se si punojnë me drurin, kjo ishte përjashtuar, por mëse kam kuptuar gabim. Jo, mire keni, është një lloj. Tani pyetja është me që jemi ke martesa, të martohemi me një njeri që merret me dru apo me beton. Problemi është ndonjëherë do të martohesh me të dy, nuk i di, domethënë mund të duash martohesh me të dy. Ishim në një vend që mua më ka bërë shumë përshtypje, në një zonë që ishte gjueti. Mikrofonin ju lutem. Si pas materialeve, po diskutojmë për materiale lokale. Një nga shembujt që kemi
është pikërisht hoteli i gjuetisë së Lezhës. Ishim atje përpara se të fillonim nga puna, pra për këtë proces. Po kuptohet kjo gjithsesi është një impresion i parë, është diçka ekspresioniste, diçka që duket që është unikale. Duam të punojmë me dru. Kjo është ideja. Pra dëshirojmë të përdorim dru. Kemi shtuar dhe faktin që pika e vërtetimit, kulla, një kull e përkthyer në thonjza në mënyrë moderne. Po kjo është në pjesën e pasme të pyllit. Dhe na duhet pra të shohim detin, pra që të ngrihemi pak. Vetëm përmes një kulle mund të ngrihemi lart. Në fillim u propozuan disa shkallare, pa ndonjë funksion të caktuar. Po pa funksion është një lloj minareje ta quajmë. Është si minare. Nuk është çështje minare apo jo, më saktë, por ideja është që të ketë një funksion utilitar. Më pëlqen shumë skema, më pëlqen dhe ideja juaj e përgjithshme, panorama e përgjithshme, më pëlqen në veçanti fakti që nuk është rrethor, që është gjysmë katror, gjysmë rreth, që e bën lidhjen me vilën të qartë. Mendoj që dhe intuita juaj për variantin me 2 kate dhe për hapjen është e saktë. Është në fakt më premtuese për mendimin tim, por pyetja ime është dhe pjesa për mendimin tim duket si rrezja është një çike ngushtë, nuk e di nëse kjo është diçka që pengon diametri e ke fjalën, po. Do doja që të ishte 200% më e madhe të themi, më e gjerë, por për t'i dhënë vilës më shumë hapësirë, nuk e di nëse kjo ndërtesë në fakt keni të drejtë ju. E thash edhe në mënyrë pak është një lloj si dikujt që i ri këmisha ngushtë ose xhaketa ngushtë, po i plasin kopsat në një farë mënyre. Pra, jemi në pikat e kufitare, do më ndojshte mirë që të kishim mundësi që të hapeshim, si thuash, të kishim një çik të themi hapësirë që të merresh më shumë frym në mënyrë figurative 20-25%, por kuptohet një nga gjërat që i ka bërë dhomat të gjata, sepse hoteli na kërkon që krevati, shtrati të shikojë nga mos jetë nga muri me i fjalë. Ta shofësh atë njeriu që ken krevat, është interesante. Pra, kuptohet, duke pas parasysh se si duhet ishin dhomat, kjo na ka, si të thua, kufizuar, po keni shumë të drejtë, ka nevojë për më shumë hapësirë, jemi ngushtë në thonjza. Më pëlqeu shumë skema juaj. Mendoj që kërkoni të arrini diçka që është e ndërlikuar, e cila në njërin anë ruan vilën ekzistuese, por në të kohë sjell një identitet të ri të gjithë këtij kompleksi. Pa e humbur idenë e shkallës. Dhe kjo është një nga pikat që më pëlqen më shumë, aksesi që ju propozoni, është një ndërtesë e vogël me gjithë të verandë që zgjidh aksesin dhe bën një zbulim të gjithë vilës. Dhe forma që ju propozoni për të ndërtuar krijon një lloj intuite që përveç dhomave dhe përveç vilës që do të përdoret nga klientët, është një mjet, një instrument ose një lloj rruge që të çon në gjithë këtë panoramë. Unë i kuptoj të gjitha këto pyetje që bëhen për sa i përket kullës. Kulla është pjesë e këtij itinerari, e kësaj promenade, e kësaj shëtitore, apo është diçka që keni vendosur juve në, si të thuash, në kokë të kësaj skeme për të ngjitur lart, për të pasur një pamje më të gjatë.
kulla është ta quajmë një përvojë, le ta konsiderojmë si përvojë. Nëse keni qenë si thua në kat të parë në pjesën e poshtme, herës tjetër mund të ngjitesh më lart. Pra janë të njëjtat lloje dhomash të themi, por lartësia ndryshon. Unë doja të ngjitesha më lart për të punuar, për ta parë si me një shkallë të jashtme, këtë kull që të ishte një lloj martese. Tani unë nuk e di pse i referoj martesës në mënyrë të vazhdueshme, se unë nuk është se jam i martuar, po tani nuk e di, zoti kryeministër, se jo çdo ditë neve takojmë një kryeministër, kështu që nuk e di nëse ju përgjigja pyetjes tuaj, por ne në Norvegji dhe në Kanada kemi krijuar një identitet arkitektonik sipas rajoneve, sipas zonave. Pra në një zonë kemi zonë guri, në një zonë është që përdoret më shumë druri. Pra këto janë, si thua, parakushtet. Ajo ndërtesa që unë kam bërë në Folger ka qenë një ndërtesë që përdor në koncept një arkitektonike 400 vjeçare me një këndvështrim drejt së ardhmes. Prandaj e kam përdorur këto. Kam bërë një projekt në Stamboll, më është dashur 6 muaj dhe në fundit i lash vetë ata të vendosnin se çfarë materiali do përdorin. Pra ishte një vend i tyre, ata e dinin se çfarë do përdorin. Kjo është, si të thuash në gjuhën shqipe, një thik me 2 presa, por gjithsesi unë i kam kërkuar dhe i kam pyetur, e pyeta Belma, çfarë materiali përdorni ju, pra? Çfarë identiteti? I think your presumption is wrong because e keni supozimin të gabuar. Norway and Canada are too big. Norvegjia dhe Kanadaja janë shumë të mëdha. Dhe duke qenë shumë të mëdha, ata mund ta kenë luksin e këtij fragmentarizimi, kurse kur je i vogël, i do të gjitha në të njëjtin vend. Është mallkimi i madhësisë, i cili mund të jetë në të dy kahjet, por në rastin ton, traditën shqiptare, si në veri dhe në jug, kemi edhe gurin, edhe drurin, si materiale ndërtimi. Nëse do të hynim më thellë karakteristikave, mund të gjeni edhe kombinim të dyve, të dy elementve, të drurit edhe të gurit. Por me sa kuptoj nga ju, kulla mund të jetë edhe si një element rritës në shkallë, është një argument për ta patur këtë si ashensor të themi, që ngrihet, kulla në të njëjtën kohë. Pra, mund të jetë më e hapur të themi për publikun, pra për përdorim nga publiku, se sa të jetë privilegji i individëve që e përdorin si pjesë të dhomave, domethënë si pjesë e hotelit. Pra jo vetëm klientët e hotelit, por të gjithë njerëzit të kenë mundësi të shkojnë në këtë kull, pra të hipin në këtë kull dhe të shikojnë pra një kull tipike ku njerëzit mund të kenë një këmbon, kjo këmban të jetë të lëshojë edhe ndonjë tingull që netve të ketë një tingull, pra mund ta shpikim një tingull që të jetë një tingull elektronik, kuptohet, sepse nuk do kemi një kull me një këmban faktike. Se pastaj nëse ka një koncert për shembull, ka një tingull X, nëse ka një shfaqje tjetër ka një tingull Y, pra të ketë një gjë interesante, pra mund të mendohet. Dhe në të njëjtën kohë, pastaj ti mendoj dhe me këto martohesh në fundit. Në fakt, juve thatë supozim. Kjo është edhe vështirësia në konkurset arkitektonike, sepse duhet bësh shumë supozime. Dhe ka thënë Shakespeare i vetë që këto supozime të sjellin dhe zhgënjime. Po të ma kishit bërë këtë pyetje më përpara për këtë kullën, dhe po ta dje që do të ishte publike,
Dhe do thosha patjetër që ne duam që ta mbajmë, tani unë kuptova që ju e doni që të ketë pra dhe një akses publik. Në qoftë se ka një funksion publik, kjo kull duhet patjetër tjetë aty. Pra nuk mendoj që kjo është e konkursi. Mendoj që është e qasjeje, mënyra se si e shikoni. Nuk ka nevojë që ti keni të gjitha përgjigjet brenda një konkursi, kuptohet mund ta bëni siç e bët edhe juve, me një qasje të hapur dhe ky plan pastaj ndonjëherë bëhet më interesant. Sepse kështu kuptoni më mirë të themi potencialin e diçkaje. Pra, përtej projektit juve na keni ofruar një mundësi për ta parë këtë potencial me një sy të ndryshëm. Jam i sigurt që nëse juve do të kishit ose të jepesh mundësia për ta bërë këtë projekt, ju do kishit edhe një variant të tretë, e një të katërt, që mund të ishte edhe pak më i ndryshëm, por duke përfituar nga gjithë procesi për ta bërë këtë proces më në një simfoni, në një harmoni të themi. Faleminderit. Thank you. Zonja dhe zotrinj, ju falenderojmë për vëmendjen dhe ju ftojmë për një pushim të shkurtër 15 minuta në kat të parë.